Në hot të Malësisë së Madhe, pranë memorialit kushtuar kryengritjes së vitit 1911, u zhvillua këtë të diel një ceremoni zyrtare në nder të 114 vjetorit të kësaj ngjarje historike. Në organizimin e Bashkisë Malësie Madhe, ceremonia mblodhi përfaqësues vendor, historian dhe qytetar, të cilët nderuan figurën e Det Xholulit dhe të gjithë malësorëve që sakrifikuan për lirinë e trojeve shqiptare. Kryetari i Bashkisë së Malësisë së Madhe, Tonin Marina, i theksoi rëndësinë e kësaj ngjarje historike. Është një datë e shenjtë për malësorët dhe për shqiptarët. Kujton një datë që në kohën e Skënderbeut për herë të parë u ngrit flamurin hot. Me në krye Det Xholulin, burrat e Malësisë, e burrat e Shkodrës së Dugazinit, ku një vit më mrapan u njoft dhe pavarësia e Shqipërisë. Por pararoja e kësaj ishin malësorët e Malësisë Madhe, që në shekuj luftun kundër çdo lloj pushtuesit apo agresionit, edhe e kanë tregu veten duke dhënë edhe jetën për të mbrojtur këto toka dhe për ta gëzuar ne këtë pavarësi që sot jena të begat dhe të lumtur dhe flamuri jon është ose liria jon është gjaja më e shenjtë dhe ne kujtojmë çdo vit që edhe fëmijët tonë ta kujtojnë, ta vlerësojnë, mos e harrojmë asnjëherë këtë datë. I pranishëm në këtë ceremoni ishte edhe historiani Mark Junçej, i cili foli për peshën historike që mbart këtë datë. Ngritja e flamurit nuk ka të bëjë vetëm me një ngjarje, të themi kështu, hajde për momentin, mirë, po një ngjarje e përgatitur shumë me kujdes, për arsye se flamuri ishte kërkuar që në fillim të shekullit 20 që të ngrihet, dhe si thamë edhe më herë, do thotë thjesht është fjala edhe për një pararendse e pavarësisë. Malësia e Madhe që nga viti 1479 bjen në sundimin e Perandorisë Osmane dhe do të qëndrojë deri në vitin 1912, konkretisht me 28 nëntor. Siç e dimë gjithë, kryengritja shpërtheu më 24 mars të vitit 1911, jo larg, këtu në Rapsh kur u sulmuan, do thotë thjesht fortifikata osmane. Gjatë kryengritjes do të pas parasysh se kur flasim për kryengritjen e Malësisë, nuk është fjala për një ushtri tregut që shpesh disa mendojnë, por është fjala, do thotë, për malësor, të cilët janë thjesht vullnetar, dhe në start do të pas parasysh se masë gjysma ishin të paarmatosur, dhe një pjesë të mirë të armatimit e kanë marrë nga vetë armiqtë e tyre kur i mundin. Kryengritja e Malësisë së Madhe është një ngjarje rëndësishme për historinë kombëtare të shqiptarëve, e cila i parapriu shpalljes së pavarësisë, udhëhequr nga prijësi popullor Det Xholuli dhe mbështetur nga intelektualet më në zë të kohës. Kryengritja e Malësisë së Madhe u kurorëzua me ngritjen e flamurit kombëtar në Deqiq.